Unë duhet të ndaj nga fjala e Zotit, nga letra e Apostullit Paul drejtuar Filipianëve, e shkojmë Biblia tona në kapitullin 4. Do mësojmë të shohim, do të lexojmë nga vargjet 10 deri në 13. Letra Filipianëve, kapitulli 4, vargjet 10 deri në 13. Jeni të gjithë? Dhe u gëzova shumë në Zotin, që në fund kujdesi juaj për mua u riqallërua. Në realitet, ju edhe kishit në mendje, por nuk kishit rast. Nuk e them këtë se jam në nevojë, sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Unë di edhe të jemi përullur, edhe di edhe të jetojmë në bollëk. Në çdo gjë dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kemi të pri dhe të jem ngushtë. Unë mund bëj çdo shka me anë të Krishtit që më fuqizon. Amen. Mesia ka qenë dhe vazhdon të jetë fakt një nga kërkimet më të mëdha të njerëzit. Gjithë në një formë apo një tjetër jemi në kërkim të kënaqësisë. E po të pyesësh këdo, edhe në botë, a do ti jesh i kënaqur, atjetër që do thonë po. Por pyetja e rëndësishme duhet të jetë, a je i kënaqur tani? Pyetja tjetër më e rëndësishme që vazhdon për saj është, ku e gjen kënaqësinë tënde? Direkt mendje të filloje të analizoje veten, të analizoje rrethonat në të cilët ndodhesh, situatat për të dhënë prova, dhe të filloje të analizoje këto për të dhënë përgjigje kësaj pyetje. E këtyre pyetjeve, Apostulli Paul, që ka shkruar këto vargje që sapo lexuam, u përgjigjet se po. S'pari po, ai është i kënaqur. Ai gjen kënaqësinë e tij, duke lexuar në vargje ta thotë, jo në rrethonat në të cilat ndodhet, por në Krishtin. Në Krishtin thotë vargu 13, ai gjen forcë të përballojë gjitha vështirësitë e tij, jetës së tij. Ai thotë se jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Ky është mësimi. Ky është në fakt edhe një sens sekreti që ai donte të mësonte kishës në Filipi, por dhe kishës tonë sot. Kënaqësia e vërtetë është në Krishtin. Tani nuk duhet zgjaten, por pa kontekst, besoj ju e dini në cilin kontekst Pauli e shkruan këtë letër. Këtë letër Apostulli Paul po e shkruan nga burgu. Ai është i kapur dhe po ja shkruan kishës të Filipi. Është një kishë që vetë ai kishte mbjellë, kishte kujdes për te, kishte themeluar për gjatë udhëtimeve të tij evangjelizuese, po lexoni nga Veprat e Apostujve, kapitulli 16. Ai ndodhi në burg jo se ishte kriminal, por sepse ai kishte predikuar Ungjillin e Jezu Krishtit. Dhe për këtë shkak ai ishte burgosur dhe ishte dërguar në Rom. Ku ai gjatë gjithë kohës ishte i ruajtur në roje, duke pritur ditën e gjykimit. Në fakt, ai edhe pritet pastaj. Tema kryesore e këtij predikimi, pra këtij pasazhi, është kënaqësia që vetë Apostulli Paul kishte në Krishtin. Se si ai këtë kënaqësi, që ishte një kënaqësi letëteme e vërtetë e binatyrshme, këtë kënaqësi e donte ta ndante me kishën e tjetër. Fakt kjo është edhe ajo që ne kërkojmë, ajo që bota ka nevojë. Ketë një kënaqësi tillë, që është një kënaqësi e binatyrshme, që shkon përtej rrethonave, përtej kushteve në të cilat ndodhemi. Ndoshta kjo kohë në cilën po jetojmë mund të jetë periudha ku njerëzit janë më të pakënaqur se asnjëherë në botë. Kultura e pakënaqësisë duket si po mbizotron mes njerëzve. Edhe fatkeqësisht shpeshherë shohim që ka depërtuar edhe brenda kishës. Duhet të jemi të vetëdijshëm që kjo kulturë pakënaqësie, kjo kulturë që nuk kënaqesh, shkon komplet kundër Ungjillit të Jezu Krishtit. Kundër asaj që Krishti ka mësuar, asaj që Krishti ka përmbush. Prandaj, në një kulturë si kjo pra që po jetojmë, kjo pjesë, edhe ky mesazh që Apostulli na kujton, është një lagje shpirtërore kundër pakënaqësisë, kundër mënyrë veçantë, kundër ankthit, kundër lakmisë, që janë dy nga shkaktarët pastaj të pakënaqësisë.
Ne gjithë rrezikojmë shpesh bie në grackën e kësaj kulture paknesie, që nuk dim të kënaqemi me atë që Zoti na jep. Tullimi i madh, duke filluar fillon me gjërat më të vogla. Shpesh mendja na shkon te gjërat që shkojnë mirë. Pa filluar, pastaj çim gjest ndoshta me jarçojmë gjeste, gjëra parë na kujtohet në gjëra që s'na shkojnë mirë, ose diçka që e kemi pendër duam ta realizojmë, duam ta arrijmë. Pa nisim ditën shpesh me paknesi, duke kujtuar. Pastaj fillojnë paknesit me njerëzit që na rrethojnë, me situatat e ndryshme, me marrëdhëniet, me familjarët patjetër, lekët, puna, makina, shtëpia e rrallë. Tani unë nuk po them se ne nuk duhet të kujdesemi për veten, apo të mos meratosemi fare. Por ajo që duhet të them, ajo që Pauli po na mëson këtu, është që nuk duhet lejojmë që këto gjëra, këto merace, të na prishin gëzimin dhe kënaqësinë që kemi në Krisht. Nuk duhet lejojmë që këto merace, këto shqetësime na kthejnë në njerëz të sertë që vetëm ankohen. E ti është i kënaqur, nuk do të thotë të fikësh sytë, mos shohësh, mos dëgjosh, mos bësh re gjëra të rreth teje. Nuk do të thotë që të bësh paqe në gjërat që nuk shkojnë mirë, por do të thotë që për te i gjërat që nuk shkojnë mirë, për te rrethanave në cilën ndodhemi, ti je i kënaqur në Krisht. Ti je i kënaqur me atë që Zoti na jep. E mos lejosh që këto rrethana, këto situata, këto vështirësi të ta zbehin gëzimin, të ta zbehin kënaqësinë që kemi në Krishtin, që kemi në vepën e tij të shpëtimit. Kënaqësia e vërtetë, vëllezër motra, është një virtyt. Është një thirrje që Zoti na urdhëron ta jetojmë, ta mësojmë, por gjithashtu ta dëshmojmë në anë të jetës tonë kënaqësinë që kemi në Krishtin. Po le të shohim tani varg pas vargu se si apostulli e shpalos këtë gjendje kënaqësie dhe na mëson edhe ne se si duhet të jetojmë këtë kënaqësi. Vargu 10 në pjesën e parë, vargu 10 lexojmë dhe uzova shumë në Zotin, që në fund kujdesi juaj për mua kur i qallërua. Nëse do të jesh i kënaqur, e do të mësosh të jesh i kënaqur, duhet të jesh i gëzuar, duhet të jesh mirënjohës së parit. Por gjithashtu do shohim edhe se si duhet të besojmë providencës së Zotit, se si Zoti është kontroll, se si Zoti siguron çdo gjë në kohën e duhur. E apostulli ishte i gëzuar Zotin për filipianët. Ishte shumë i gëzuar për ta, pasi ata kishin treguar kujdes për Paulin, që ndodhi në burg, duke dërguar, thot, tek vargu 18 në poshtë, duke dërguar një dhuratë në anë të Epafroditit. Thot, pasi mora nga Epafroditi, atë që me ishte dërguar nga ju, një parfum mirë. Ai ishte i gëzuar nga bujaria e tyre, jo sepse kjo dhuratë doja ndryshonte komplet jetën e Paulit. Pasi ai përsëri ndodhi në burg dhe ai sa mund ta ndryshonte disa gjëra të vogla, por nuk janë ndryshonte dot situatën. Por ai ishte i gëzuar dhe mirënjohës, sepse kjo tregonte shumë për filipianët. Ata ishin një kish, siç e thash, pra që vetë Pauli kishte themeluar, kishte ndërtuar, e ai e dinte shumë mirë se bujaria e tyre është një tregus, është një virtyt, një zemër për i lindur Krishtin, është një virtyt, një zemër shpëtuar, është një virtyt, është një frut i frymës në fakt. Prandaj thot Pauli, u gëzova shumë, u kënaqa shumë për ju, sepse tregon shumë për ju kjo gjë. Nuk mund ndalemi shumë, po të shohim veç ky varg, po kaq shumë mësime që spari do shkojnë në fakt zemrën e një bariu për kishën e tij, se sa e ndjeshme është zemra e Paulit për kishën e tij. E duhet ta çmojmë një zemër të tillë. Gjithashtu shohim edhe zemrën e një kishe për barimin e tyre, kujdesin e një kishe për barimin e tyre, edhe pse ata kishin shumë kohë, ishin shumë larg, nuk është si sot që mund të kalosh nga një shtet në një shtet tjetër, mund të fluturosh dhe shkosh shpejt, ose të kujtohet, ose ke mundësi, dhe pse janë shumë larg, marrësh informacionin ata, të marrësh lajmin. Ai ishte shumë larg, nga Roma, Filipi, shumë larg. Por edhe pse ishin
shumë kohë, shumë larg kujdesi I tyre është I vazhdueshëm. Në fakt edhe është fërmizues edhe për ne sot. Një pyetje e vogël këtu që mund t'ia bëjmë vetes, a kemi këtë zemër bujare në një tjetër, a kemi një zemër tillë që kujdeset? Jo vetëm për ata që janë larg, në fakt për ata që kemi afër. Vëllezër motra, kënaqësia nuk mund të arrihet duke parë vetëm nga vetja. Nëse shef vetëm brenda vetes, tane, vetëm gjanët e tuja, me siguri do jesh gjithmonë I pakënaqur. Të mendosh për tjerët, të tregosh dashuri, të tregosh ndihmë, të tregosh bujari dhe mshuri, të ndihmon, është një ndihmë shumë e madhe që Zoti përdor për ta ndihmuar, për ta sqaruar shpirtin tonë nga pakësia. Në pjesën e dytë vargu shohim një tjetër detaj, po nga zemra Pali pra për tregu se si Pali kujdeset për kishën. Ai është I kujdesshëm që kur I thotë, gëzova shumë që në fund kujdesi juaj për rezolvua, të mos kesh kuptohet, thotë. Në realitet ju dhe kishit mendje, por nuk kishit tash, por nuk po them se osa mirë më në fund të kujtuat për mua, para me ironi, por unë e di që e kishit mendje, por dhe mirë që keni gjetë mundësinë dhe e keni këtë zemër bujare. Kënaqësia që Pali ka me Filipianët, thash pra, nuk vjen prej dhuratës, por prej asaj që tregon për kujdesin e tyre, për gjendjen e tyre shpirtërore. Por gjithashtu Pali është I kënaqur me kujdes, sepse kjo nuk tregon vetëm për zemrën e Filipianëve, e për marrëdhënien e tyre që kishin me Pali, por Pali është shumë I kënaqur sepse kjo tregon shumë edhe për Perëndin, tregon shumë për atë që Pali beson se Perëndia është I kënaqur në Zotin, ai e di se kush është në kontroll, sepse ai shikon këtë bujari të Filipianëve. Këtë dhuratë në Filipianët, ai e shikon si një providencë të Zotit, se si Zoti ndërhyn dhe përdor kishën Filipi për t'i qenë atij ndihmë dhe për të inkurajuar këtë moment shumë vështirë. Ai e din se vepra e kujt në fund është e gjitha kjo. Ai është I kënaqur sepse ai beson sovranitetin e Perëndisë. Ai beson se Zoti është në kontroll. Zoti I lëviz gjitha fijet si thënë. Ky kujdes dhe dhuratë e Filipianëve dëshmon se Zoti e vepron me providencën e Tij dhe siguron gjithmonë. Pali e besonte këtë, dhe ai tashmë po e shikonte t'i vërtetohej para syve se si Zoti ndërhyn. Ai kishte pa jetën e tij se si Zoti kishte ndërhyrë me mrekulli, po të lexojmë nga veprat, shpeshherë ishte I burgosur se si Zoti më të mrekullueshme, më të mrekullisë ndërhyn që ai të dalë nga burgu, por tani e shikon edhe se si në anë të kishës në Filipi, Zoti përsëri I siguron për të. Vetëm kur e beson, vetëm kur e beson vërtet këtë gjë, se Perëndia është sovran, se Perëndia do kujdeset për ne, Perëndia është në kontroll. Vetëm atëherë zemra jonë do pushojë sa kuaj dhe do mësoj të jetë e kënaqur. Vetëm kur e beson me të vërtetë se Perëndia është sovran dhe siguron gjithmonë sipas vullnetit të Tij, vetëm atëherë mund biesh rahat dhe ta shjosh kënaqësinë e vërtetë. Edhe këtë kënaqësi ka ndier Pali. Jo vetëm tani që erdhi dhurata pra, por edhe më përpara, kur ishte në burg, vazhdimisht ai ishte I kënaqur me Zotin. Perëndia është I mirë, Perëndia siguron, prandaj ne duhet të jemi të kënaqur me Zotin. Kënaqësia fillon me besimin që Perëndia ka gjithçka në kontroll. Pyetja për ne sot që duhet ta shqyrtojmë vetëm. Dhe sa herë ta zësh veten, një pak më shumë mërzit është, a e besojmë në këtë? A e besojmë se Perëndia është kontroll çdo gjë? Apo besojmë se ne jemi kontroll, është mbi aftësitë tona dhe prandaj kjo na jep anë të frikë dhe pastaj jemi të pakënaqur? A beson ti se Perëndia po punon, a është në kontroll, ka kohën e Tij? A jemi njohës gjithashtu, një pikë tjetër që na ndihmon për të qenë kënaqur është për të kujtuar, për të qenë mirënjohës, a jemi mirënjohës ne se si Perëndia ka siguruar fakt gjitha gjërat që ketë në jetën tonë. Përgjigjja këtyre pyetjeve do të më tregojë shumë gjithashtu për gjendjen tonë të kënaqësisë, por edhe për marrëdhënien tonë me Zotin. Në pjesën e dytë tani do shohim vargjet 11 deri në 12.
Apostulli Paul na dëshmon se kënaqësia e vërtetë, e thashë në fillim, pra do të thotë që të mos varesh nga rrethanat me të cilat ti ndodhesh. Paulli ndjen thotë, nuk e them këtë sepse jam në nevojë, sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Unë di dhe t'jemi për ullë, rëditje të e në bollek, në çdo gjë dhe për çdo gjë, jam mësuar të nginjim dhe të kemi uri, të kemi të pri dhe të jenë ngushtë. Pra në pjesën e parë, pamë që kënaqësia vërtet vjen në një zemër, një njohësin e një zemër që i beson sovranitetit e providencës perëndis. E tash në pjesën e dytë, do të mësojmë pra se kënaqësia vërtet gjendet kur kupton se rrethanat nuk ta përcaktojnë gjendjen tonë. Nuk janë përcaktues i kënaqësisë tonë. Kënaqësia nuk është një dhunti e lindur, që dikush e ka dhunti, lind dikush jo. Nuk na vjen fakt natyrshëm fare, njerëzit natyrshëm vjen të jetë fakt nashëm, tankues, merakosur gjatë kohës. Por kënaqësia është një virtyt i krishterë që mësohet nëpërmjet pastaj përvojës tonë në Krishtin. Pauli nuk kishte lindur i kënaqur, por kishte mësuar të ishte i kënaqur, kishte mësuar këtë qëndrim përmes rrugës, përmes varfërisë, përmes sfidave që ai kishte kaluar, përmes dhimbjeve, në gjitha situatave të jetës së tij. Kishte mësuar përmes besimit në Zotin e tij, përmes besimit në Krishtin, përmes besimit që Zoti është në kontroll. E po të ishte për rrethana, që ishte Pauli që ndodhi Pauli, ai do të ishte njeriu më i dëshpëruar në botë. Ndodhej në burg i padrejtësisht, larg vendit të tij, i pasigurt se çfarë do ndodh me jetën e tij, kishte kaluar gjithë ato peripeci, e po rrezikon vetë jetën. Por jeta e tij plot me këto sfida, e kishte mësuar kundër. Jeta e tij që ishte gjithë kjo situatë, këto rrethana, jo vetëm që nuk e qonin atë në qenë i pakënaqur, por të kundërtën. Ai kishte mësuar që të kënaqet edhe në gjendjen që ishte. Ai thotë, nuk e them se jam në nevojë, pasi ai është një njeri që është mësuar të jetojë me pak. Kur mësohesh të jetosh me pak, kur mësohesh mos e çmosh veten shumë të madhe, e ke më të lehtë ti je i kënaqur në gjendjen që je. Ky mësim që mësohesh në gjendjen që je, mësohesh të jetosh me pak. Është komplet kundër kulturës materialiste që bota ato na imponojnë sot. Kultura materialiste ditë të sotme na thotë se qëllimi i jetës njeriu është pikërisht t'i plotësojë të gjitha nevojat e tij. Por ne dimë që nevojat tona janë pafundme, sa po e plotësojmë nevojat tona të tjera. Dhe po të shkojmë pas këtij qëllimi, pra, siç na mëson për botën materialiste, po të shkojmë pas përmbushjes së nevojave tona, do kthehemi në sklever të tyre. Gjithmonë duke kërkuar për më shumë, gjithmonë duke pa çfarë mendon, çfarë nevojë tjetër, çfarë duhet të shtoj, dhe gjithmonë duke dalë i pakënaqur. Patjetër tani me reklama bombardojmë gjithmonë në rrjetet sociale, marketing, kudo duke na thënë ti ke nevojë për këtë gjë, ke nevojë edhe për këtë, ke nevojë edhe për atë, edhe në fakt janë gjëra që as nuk kishin menduar se kishin nevojë, por na shfaqen si tilla. Pastaj fillojmë kërkojmë bindje që po mua më duhet kjo, pastaj nuk e arrim dot atë gjë, pastaj vjen pakënaqësia dhe ankesa. Tani nuk duhet të kesh kuptohet, kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet kërkojmë gjëra për veten tonë, gjëra që nuk na duhet, por nuk duhet të lejojmë. Kjo është shumë e rëndësishme, nuk duhet të lejojmë që këto nevoja na kthejnë në nevoja të domosdoshme. Që po se arrit atë gjë është fundi i botës. Që pastaj mos realizimi i këtyre nevojave na kthehet në një lak pengese që na pengon të shijojmë kënaqësinë e zonave që aktualisht Zoti ka siguruar për ne. Prandaj duhet mësohemi të jetojmë me pak, të jetojmë me gjërat esenciale të domosdoshme. Duhet mësohemi mos të lakmojmë shumë. Hebrejve kapitulli 13 vargu 5-6 na mësojnë. Sjellja juaj të jetë pa lakmi paraje dhe kënaquni me atë që keni,
sepse vetë Perëndia ka thënë, nuk do të lë, nuk do të barkis. Duhet mësojmë të jetojmë me ato që kemi. E apostulli Paul ishte mësuar të jetonte ashtu. Ai kishte njëjtin qëndrim me si në çdo situatë. Cilat do qofshin ato situata, si situata të mira apo situata të këqija. Edhe tek pjesa pra, tek vargu 12, ai vendos në kontrast të situata. Po, unë ditë jetoj si për ulur dhe mbollë. Jam mësuar të ngihem e të kemi uri, të kemi të pri dhe të ngushtë. Dëshmia e jetës tij ishte e tillë, ai kishte kaluar për sfida të jashtëzakonshme, ai vetë shkruan tek letra e dytë që shkruan Korintasve, në kapitullin 11 vargu 23-27, kur thotë do më duhet të flas pak për veten sepse për shkak të problematikave që kisha atje thotë. Pra thotë janë ata shërtor Krishtit, po flas si pa mend, dhe unë jam më tepër si këta, në mundime më tepër thotë. Në goditje më tepër, në burgje më tepër, shpesh në rrezik për vdekje. Nga judejnë thotë mora 5 herë në 40 kam gjik pa një, 3 herë më rrafet me shkopin, 1 herë me shëlluan me burë, 3 herë më myta një në dit, kalova një ditë e një natë më merë, me udhëtimet shpeshta, në rreziqe lumensh, në rreziqe kusarësh, në rrezik në ana e bashkëdhetarëve, rreziqe në ana jo hebrejne, rreziqe në qytet, rreziqe në shkëtir, rreziqe në vetë, rreziqe midis vëllezërve të rrenë, në lodhje në mundim, në netët pa gjumë, në uri e neti, shpesh herë në agjerime, në të ftohtë dhe në të zhveshur. Kjo ishte jeta Paulit, që ka shkruar këtë vargje. Plot ulje ngritje, sfida, mundime, të cilat e kishin mësuar të ishte i kënaqur edhe në mes të sfidave. Sepse ai kudo kishte parë dorën e Zotit. Kishte kuptuar se gjitha këto gjëra nuk janë në rastësi, por janë në dorën kontroll të Zotit. E Zoti gjitha këto, ai kishte kuptuar se gjithë këto situata Zoti po e përdor për ta shëntruar planin, për ta bërë gati për sfidat, për ta bërë gati për misionin që ai kishte përpara. Siç shkruan edhe Jakobi në jetën e Jakobit, kapitulli 1 vargu 2 deri në 4 thotë: ta konsideroni një gëzim të madh o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë provash nga më të ndryshme. Duke ditur, pra pse Zoti lejon sprovat, se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri dhe qëndrueshmëria të kryen ju në vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plotë pas në fund. Zoti përdor vështirësitë, situatat e vështira për të na shëntruar ne. Tani ne dim shumë për situatat e vështira të Paulit, tu thotë unë mësuar jetoj edhe vëllai, por nuk ka se flet shumë për situatat e tij të mira, por patjetër me siguri ka pas përderisa ai thotë vetë, edhe normalisht të ditë të mira me siguri fakti që ai shkruan kishës Filipite e këtë kaluar vetë me kishën Filipite, dhe ato kanë mundësi për të kujtuar. Ndoshta ndonjëherë është më e vështirë me u kënaq ditë mira. Është e vështirë patjetër të kënaqesh me ditë këqija, por ndonjëherë do të kënaqesh ditë mira. Më kënaqesh me kimin që Zoti na ka dhënë. Pyetja për ne sot gjithashtu është: a kemi mësuar të kënaqemi kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet, pra vështirësi? A kemi mësuar të kënaqemi edhe kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet? A kemi mësuar të kënaqemi me gjitha ato? Edhe kur nuk na realizohet planet tonë. Pauli kishte mësuar të kënaqemi. A dini pse? Sepse ai kishte vendosur shikimin e tij në vendin e duhur. Ai kishte mendje gjërat e duhura. Ai kishte mendje përjetshme, jo të përkohshme. Vizioni i tij, ai shikonte për tekse e botë, shkonte për te situatave të ngushta sot ditës ose të momentit. Ai mund përjetonte dhimbje, zhgënjime, vështirësi, por kënaqësia e tij nuk varej nga kjo. Kënaqësia e tij varet plotësisht se kush ai ishte në Krishtin. Dhe përtimi që kishte bërë Krishti për të. Ai e dinte dhe ishte i bindur për te çdo vështirësi që do kalojë Zoti së jetë. Ai e dinte se kush ishte në Krishtin, ku do shkonte. E dinte
rrugën, e dita atë që e priste atë. A I shkruan të letra 2 të Korintasve, kapitulli 4, vargu 17. Thotë, sepse trishtimi ynë I lehtë është vetëm një moment, prodhon për ne një peshë pa masë të fashoqe, ta mshueshme lavdije, përjetshme lavdije. Në pjesën e 3 të fundit do të shohim se ku e mbështet Pali këtë fuqi, këtë siguri për të qenë I kënaqur në çdo rrethant të jetës tij. E vargu 10 thotë, unë mund të bëj gjithçka në anë të Krishtit që më fuqizon. Po të mos ishte ky varg, dhe po të lexoni vetëm vargjet larg, po mos ishte ky varg. Ata që kanë studiuar pak filozofi ose kanë lexuar jashtë Biblës, pra do thoshin këtu Pali po flet tamam si një stoik. Stoicizmi ishte një rrymë filozofie pra në kohën e Romës. Kjo pasi fjala pra në greqisht, autarkeia, është një fjalë që përdori shumë nga stoikët, pa t'jenë I kënaqur. Edhe stoikët e përdorin pra të thonë, jemi vetë mjaftueshëm, nuk kemi nevojë për diçka jashtëzakonshme. Por në anë të këtij vargu, apostulli Paul e riformulon këtë koncept, duke thënë se kënaqësia e krishterë nuk është jetë I vetë mjaftueshëm vetëm për veten tënde, vetëm në veten tënde, por do të thotë jesh I Krisht mjaftueshëm. Pali është I kënaqur jo sepse është I varur vetëm në forcën e tij të vullnetit, do doja dalë. Siç thoshin historikët, por është I kënaqur sepse është plotësisht I varur në Krishtin. Folja mund, këtu ka kuptimin jam I aftë, unë mund të bëj gjithçka, unë jam I aftë ose kam kapacitet, jam aftësuar të përballoj gjithçka. Gjithashtu fjala gjithçka duhet pa shumë kujdes në kontekstin e vargjeve që thotë më lart, nuk mund ta shkusim këtë varg dhe themi unë mund të bëj gjithçka në anë Krishtit që më forcon. Tu fjala gjithçka lidhet me kontekstin më lart dhe po të shohësh më lart cilat ishin ato, të shohim. Ai nuk po thotë që mund të bëj gjithçka që dua, gjithçka që më shkon në mendje, unë vetëm duhet ta mendoj se kam Krishtin dhe mund ta realizoj, mund ta bëj. Po thotë që unë jam aftësuar, pra unë jam aftësuar të përballoj gjithë ato situata që përshkruajnë më lart. Jam aftësuar të përballoj vështirësi, situata në mungesë. Nuk do të thotë se unë mund të bëj gjithçka që unë dua. Pali nuk po thotë se unë mund të bëj gjithçka që unë dua. Ky është një varg pra që keq përdoret shpesh, fatkeqësisht keq përdoret shpesh nga krishterët, e nxjerrën nga konteksti dhe e përdoren sipas dëshirave të tyre. Por ky varg duhet shkojë shumë në kontekstin larg. Pali po thotë, unë mund të bëj gjithçka, pra unë jam I aftësuar, kam këtë aftësi për të qëndruar apo të kaloj gjitha këto vështirësi, sepse kam Krishtin që më fuqizon. Prandaj është shumë e rëndësishme kur studiojmë fjalën e Zotit, mos harrojmë kontekstin. Shumë e rëndësishme konteksti për të kuptuar pastaj kuptimin e fjalës. Këto keq kuptime vijnë sepse ne duam ta shohim, sepse ne duam ta shohim këtë si një varg triumfalist. Unë mund të bëj çfarë të dua, kur të dua. Mendojmë se qenë Krishti, nëse duan ta nxjerrin Krishtin si një superman, se nuk kam Krishtin dhe mund të bëj çfarë të dua vesh. Sigur në fakt, jo sigur Krishti është superman, sigur ne jemi një superman. Fakti që ne besojmë Krishtin na bën ne një superman që mund të bëjmë gjithçka që ne duam. Mendojnë se qenë Krishtit, por në fakt ne jemi gjithmonë të kufizuar në gjëra që ne mund të bëjmë. Ne jemi gjithmonë të kufizuar në gjëra që mund të bëjmë. Por ne aftësohemi, siç po e mëson Pali këtu, ne aftësohemi për të përballuar situata të vështira në anë të Krishtit që na fuqizon. E kjo fuqi nuk ndodhet natyrshëm brenda njeriu, por vjen nga Krishti. Vjen nga anë të frymës tij e na fuqizon kur ai na ridind e ne I besojmë atij. Është e njëjta frymë që fuqizoi Pali mes gjithë këtyre vështirësive. Për të kaluar gjithë këto vështirësi, pa u dorëzuar, I kënaqur, është e njëjta frymë që kemi edhe ne brenda nesh.
Pali flet plot siguri për këtë vërtet dhe prandaj ai është i kënaqur sepse ai e beson. Ai e beson që Zoti është kontroll. Ai e beson që Zoti e ka thcu, Krishti e ka thcu, i ka dhënë fuqinë për të kaluar të vështirësi. Dhe motra, kjo e vërtet duhet të na kënaqë zemrat tona e na jap paqe. Na jap paqe përballë çdo situate, çdo pasigurie që vjen nga asaj. Nëse ndonjëherë akoma nuk e ka njohur Krishtin, e doni ta përjetoni kënaqësinë e vërtetë, duhet t'ju them se kënaqësia e vërtetë nuk është diçka që fitohet thjesht në forcën e vullnetit tonë. Ka shumë mësime motivuese, sharlatan plot që tentojnë ta manipulojnë mendjen njerëzore duke i thënë se ti mund ta arrish çdo gjë parashikoj sa ti ja vendos mendjen, parashikoj sa ti e manifeston e çdo lloj forme. Mashtrimesh të kota pa. Mësime lindore, yoga, shiroje veten, zbraze veten tënde, se pastaj po ta zbrazesh kur do vjet, atë ditë. Gjeni libër. Janë mësime që shkojnë kundër Ungjillit. Duhet jeni të kujdesshëm. E për ata që i besojnë, ju lutem, kujdes. Kënaqësia e vërtetë vjen vetëm nga njohja e Krishtit, dhe nga njohja e Krishtit si Zot dhe shpëtimtar i jetës tonë. Bibla na mëson se vetëm kur ne pendohemi e i besojmë atij, ne mund ta përjetojmë kënaqësinë e vërtetë, e cila pastaj i te kalon çdo rrethana. Nëse luhatjet e jetës ta kanë lodhur shpirtin, ta kanë lodhur zemrën, ta kanë lodhur mendjen, ta kanë lodhur trupin, e ndihesh shpeshherë si ai miu në atë rrotullën e hamsteri që vetëm ecin është në vend, duke që po lodhesh, rrotullohesh pafund duke kërkuar kënaqësinë e vërtetë, duhet ndalosh. S'pore duhet ndalosh si kërkuar i kënaqësinë në vendet e gabuara. Sepse është si ai ujë i vetit që e pin ujë i jetës por nuk të përmbuar do pishë ato, nuk ta hesin ta shumën ujë. Duhet pranosh se jeni në këto. Duhet pranosh se keni nevojë për një shpëtimtar. Sepse mëkati, mëkati është ai që na rënon shpirtin. Duke mos na leju, duke na mbajtur penë për të mos e përjetuar kënaqësinë, ashtu si Perëndia na ka krijuar për të pasur atë. Shpirti ju nuk do gjej asnjëherë kënaqësi në asnjë gjë tjetër përveç se në marrëdhënien e tij me Krijuesin e tij. E kjo marrëdhënie e tij është prish nga mëkati jonë që na ka ndarë nga prezenca e Perëndisë, prandaj ne ndihemi të pakënaqur. Sepse na ka ndarë nga Perëndia e shenjtë, sepse ai është i shenjtë e ne nuk jemi. E as nuk mund të bëhemi të shenjtë me forcat tona, por lajmi mirë. Ungjilli i Jezu Krishtit është se për këtë erdhi Krishti në botë. Ai mori trajtin njerëzor në Bibla, u tunduar në çdo gjë, por pa mëkat. Shkoi në kryq, mori mëkatet tona, duke marrë mbi vete dënimin që ne meritojmë. E vdiq dhe ngjall ditën e tretë. E Bibla na thotë se kushdo që beson atë, ai do të marrë shenjtërinë e tij. Jezu Krishti e dhënë këtë që shpirtat tanë të gjejnë kënaqësinë e vërtetë në të. Të gjejnë kënaqësinë që shkon përtej çdo rrethanie. Kjo kënaqësi është e përjetshme, sepse shpëtimi që Krishti ka fituar për ne është i përjetshëm. Ai një ditë do kthehet. Një ditë ne do jetojmë të kënaqur me të përgjithmonë.